Ka bo buj seriali, kallëzën që çka I ka prek ndjen të njerëzve. Ma shumë so në rrafshin lokal. Domethënë ngjarja ndodh në Angli, në Liverpool, sikur ti shkon në ngjarje që është problem veç e Liverpoolit, nuk besoj që kishin pas çka çbuj. Domethënë para është një tregues që çka I ka shqetësu prind, I ka shqetësu njerëz, I ka shqetësu shoqëritë. Ndoshta edhe psikologët ose shoqëritë ndryshme që seriali ka arrit çat buj që I ka pas. Domethënë ajo që u kon kuptimin kinematografik ka e kësaj kon tema në mënyrë është trajtu. Adoleshenca nuk është temë e re në esencë. As në kinematografi, as në dramaturgji me shekuj, me dekada, me mileniume ndoshta, si temë. Po nuk është e re si temë, po metoda, forma e problematikave moderne kësaj teme. Me çfarë ballavaçohen 30 e ka bërë që seriali me kon këxha I famshëm edhe me kon shumë me ngrit debat. Në esencë çaja është qëllimi I vet autorit ose autorëve të serialit me ngritin debat mbi temën, sepse ata nuk ofrojnë zgjedhje. Ata e paraqesin në dilemë, po flas ka në kinematografike, si skenar, si dramaturgji, kallëzojnë edhe përfundojnë nuk e mbyllin me një mbyllje që mësohem klasike me po dikon që vjen I përfundim. Për shembull serialet ndryshme që mund me ardh, nis për një kauzë, një problem edhe vjen deri te fundi. Haj po thon Game of Thrones I famshëm. Nis lufta për front, për pushtet, edhe vjen derisa mbyllet me simbolikën ku ai dragoni e kolla të front, se thotë ç'ke I boni këtë çto vrasje, këtë ç'a ndodhi në serial. Domthonë e mbyll, e përmbyll e jep edhe mesazhin e vet. Ky jo, ky e lën çel. Realisht sikur do të më thonë autorët që tash nisën jo debatin. Nisën shoqëritë ndryshme, nisën politikan, nisën profesionistë fusha, psikolog, prind, shkolla ose gjithçka tjetër, polici, nisën po ndonë tash, nisën a është kjo fakt që po ndodh, nëse. Domethënë çike më nej që e ka bë mas pari po flas onën profesionale, serialin të famshëm, edhe shumë të kërkuar edhe shumë debatuar në botë. E për këto çka është unë mendoj që domethënë perëndimi është ai që e mbizotron sot botën. Shoqëri tjera, qoftë që na që janë më të vogla, ose diçka, orientimin jashtë çanaj. Para 2 vite, tash janë bol shumë publike përmes rrjeteve sociale, unë di pothuajse për njerëz shumë të lartë në shoqërinë tonë, a janë lidhje, a janë nda, a janë ballavaçohen me probleme që më herët në bota u kanë më e izoluar, më e kufizuar dhe presioni u kanë shumë më I vogël. E kjo ka influencuar më shumë të adoleshentat. Tu kanë ma emocional, ma hormonal, ma çështë do qoftë që mos hin tema profesionale, tani mas në nina shumë. Shumë një kompetent për këtë punë, tu I pas 2 psikologë përballë, po flas në përgjithësi domethënë adoleshentat tu kanë pak ma impulsiv, po them. Influenca më u ballavaçu me këto probleme, me këtë jetë shumë pak intime, shumë publike. Ka pru probleme që nuk janë njoft më herët. Unë më herët e kum pas një status për këto vlera ku pa dal filmin pa të godit shumë emocionalisht. Po e kum pa. Po, edhe ajo që më pa bë përshtypje është që trajtimin bazë, po e bëj veç në kronologji, nëse veç nuk e marr shumë kohë, I adoleshencës në dramaturgji. Është që nis pe antikës grek adoleshenca, periudhës ku Paridi e rrëmben Helenën edhe për shkak të një emocioni ose pasioni adoleshent, ndodh lufta, ndodh shkatërimi I Trojës, ndodh lufta epokale e asoj bote. Ma vonë vim të Shakespeare 1500 vjet, 2000 vjet ma vonë, që është pak a shumë njëjta model, pak ma modern, po adoleshentat janë njëjtë. Është Romeo e Julieta, një dashuri e ndaluar që çon në krime në vrasje, në humbje po ardhën për një dashurisë, për një pasionit. Te adoleshenca ka një trajtim tjetër. Domethënë është një problem modern që na duket që na nuk kemi pak të në seriale që qatë temë që a jem të njoft problemet e adoleshentave sot. Domethënë diçka që u kanë në rutinë për mira vjet, duket se është ndryshuar viteve të fundit. E kjo ka orë për influencës të jashtme, jo që ka ndryshuar biologjika e tyne, ona emocionale, adoleshentat kanë me të njëjtë. E top mas e top besoj që nuk ka ndryshim. As nuk ka një farë shkencore që ka ndryshuar tash, valla ka dalë një hormon I ri. Jo. Po ajo që ka ndodhur është shoqërisë, natyra e shoqërisë edhe çka pjesa e rrjeteve sociale.